Të dielën rreth orës 11 në autostradën Shkup-Tetov në afërsi të pikës së pagesës në Zhelin, veture tipit Volkswagen Variant me targa të Tetovës e drejtuar nga 47 vjeçari SZ ka humbur kontrollin dhe ka dalur nga rruga. Nga ky aksident vozitësi dhe bashkëllëtarët FZ 26 dhe AZ 6 vjeç kanë marrë lëndime trupore. Pas marrjes së ndihmës së parë vozitësi është lëshuar ndërsa FZ dhe AZ janë mbajtur për kurim të mëtejshëm. Është bërë hetim në vendin e ngjarjes ndërsa dëmi i përgjithshëm është vlerësuar rreth 60.000 denar, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme. Një vajzë 25 vjeçare ka përfunduar me lëndime trupore gjatë një aksidenti në Tetov, derisa ajo ishte duke drejtuar një biçikletë. Të dielën rreth orës 17:30 në kryqëzimin e rrugës së Shtipit dhe të Gostivarit në Tetov, veture tipit Fiat me targa të Shkupit që ka drejtuar 28 vjeçari AR ka goditur 25 vjeçaren MM nga Tetova, e cila ka qenë duke vozitur biçikletë. Në aksident ajo ka marrë lëndime trupore dhe është mbajtur për shërim në Spitalin Klinik të Tetovës. Pas kryerjes së hetimeve janë duke u zbardhur detajet e këtij aksidenti, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 20.000 denar, njofton policia.